Ndërkohë të nderuar shikues, shkojmë tani në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë, aty ku ndodhet edhe kolegja Jonida Omeri dhe ku do të mbahet tubimi i sotëm. Shkojmë në një lidhje direkte me kolegen Jonida Omerin. Të përshëndes. Përshëndes Sara, në fakt pritet pra që nga momentim në moment të nisë zyrtarisht protesta e 4 kombëtare për këtë vit nga ana e Partisë Demokratike por edhe opozitës, teksa në bulevardin Dëshmorët e Kombit tashmë kanë mbërritur edhe simpatizantët apo edhe mbështetësit e opozitës. Pra kanë mbërritur po themi në tërësi edhe qytetarët e parë, ata të cilët presin pra që në bulevardin Dëshmorët e Kombit pak çaste më vonë, ashtu siç e ka bërë tradit tashmë t'i bashkohet edhe kreu i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha. Në fakt kjo protestë ditën e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit nuk ka të ngritur një podium, bazuar gjithmonë pra në protestat e mëparshme ka patur podium dhe kanë patur mundësi qoftë kreu i Partisë Demokratike por edhe eksponentë të tjerë të opozitës të mbajnë fjalën me gjas. Nuk do të ketë fjalë ditën e sotme, por do të ketë po themi vetëm mesazhe të cilat natyrisht simpatizantët dhe protestuesit do duan të shprehin. Gjithashtu duhet theksuar se nga ana e policisë së shtetit janë marrë të gjitha masat ditën e sotme për mbarvajtjen e kësaj proteste. Mbi 1500 efektiv policie kanë mbërritur ose më saktë kanë zbritur në terren në disa prej institucioneve kryesore të vendit për të siguruar pra mbarvajtjen e kësaj proteste ditën e sotme. Është të paktën deri në këtë moment që po flasim është rrethuar edhe godina e kryeministrisë, teksa edhe selia e Partisë Socialiste, por edhe Ministria e Infrastrukturës edhe Kuvendi, por edhe Ministria e Punëve të Brendshme janë ato të cilat kanë po themi efektiv policie qoftë nga forcat e rendit, por edhe nga forcat shqiponja, por edhe nga forcat e ndërhyrjeve së shpejtë të cilat pra kanë zbritur në terren dhe do të bëjnë të mundur mbarvajtjen sa më të sigurt të kësaj proteste. Me ndihmën edhe të operatorit Erin Teliti, në fakt kjo është edhe atmosfera e cila na vjen pra drejt për së drejti nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, siç mund ta shohim edhe nga pamjet. Policia e shtetit ka bërë të mundur në këto momente edhe formimin e kordonit, por edhe formimin gjithashtu edhe të pjesës metalike, pra për të mos lejuar në rast se do të ketë tentativa nga ana e qytetarëve, por edhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, pra mos lejojnë të depërtojnë brenda institucionit të kryeministrisë, teksa siç e theksova edhe më herët, në fakt Sara, edhe qytetarët apo simpatizantët e shumtë kanë mbërritur, janë në pritje në fakt demokratët apo edhe qytetarët që të mbërrin në bulevardin Dëshmorët e Kombit kreu i Partisë Demokratike edhe më pas për të kuptuar se cili do të jetë skenari që ka zgjedhur pra ditën e sotme opozita për mbarvajtjen e kësaj proteste. Pra e theksova edhe që në hyrje të kësaj lidhje Sara që nuk ka një podium, gjasat janë që kjo protesta apo ky tubim ditën e sotme të jetë në formën e një marshimi, pra një marshim në disa prej institucioneve kyçe të vendit, pasi edhe vetë policia e shtetit ka pohuar se ka informacion pra që qytetarët apo simpatizantët do t'i drejtohen, pra do të marshojnë kundrejt këtyre institucioneve që të cilën kanë bërë të mundur pra edhe marrjen e masave për sigurinë publike. Duhet theksuar se në letrën zyrtare ditën e sotme policia e shtetit ka deklaruar se nuk merr përsipër për sa i përket kësaj proteste, pra nuk e lejon, nëse do ta thoshim me fjalë më të thjeshta, këtë protestë ditën e sotme apo këtë leje të kërkuar nga ana e Partisë Demokratike, megjithatë ka siguruar që do të mbrojë pra sigurinë publike. Duhet theksuar se në këtë mënyrë pra në rast se do të ketë tensione apo në rast se do të ketë skenare të cilat edhe i kemi parë gjatë protestave të tjera, kundrejt organizatorëve mund të ngrihen po themi procedime penale, duke qenë se policia e shtetit pra nuk ka dhënë lejen e saj pra për mbarvajtjen e kësaj proteste. Natyrisht do të lihet minutave në vijim se si do të shkojë kjo protestë ditën e sotme për të zbuluar qoftë skenarin e opozitës që ka zgjedhur pra të mbajë në këtë protestë, por natyrisht edhe mesazhet të cilat duan demokratët të përcjellin. Pra Jonida, policia ka marrë masat edhe pse nuk e aprovon këtë protestë, por deri tani gjatë grumbullimit ka patur ndonjë incident aty?
Të paktën deri në këtë momente që po flasim Sara, situata paraqitet e qetë. Në fakt duhet theksuar se me qindra qytetar janë bashkuar, po themi thirrjes së opozitës për t'u bashkuar kësaj proteste. Zyrtarisht nuk kanë nisur për shkak se ashtu siç ndodh zakonisht pritet që të mbërri pra në bulevardin Dëshmorët e Kombit zoti Berisha, më pas për të zbuluar më tepër sa i përket skenarit të kësaj proteste ditën e sotme. Deri në këtë moment situata është e qetë, pa incidente. Janë qytetarë ata të cilët në mënyrë po themi tashmë deri në këto momente paqësore kanë zbritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, janë duke pritur eksponentët e Partisë Demokratike për të parë më pas edhe se cilat do të jenë lëvizjet e radhës të Partisë Demokratike, të simpatizantëve, të mbështetësve në këtë protestë ditën e sotme. Policia ka marrë të gjitha masat, e theksova edhe më herët, pra qoftë policia e shtetit, por edhe forcat shqiponja, por edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë kanë zbritur në terren. Mbi 1500 efektiv policie do të jenë ata të cilët do të garantojnë sigurinë publike ditën e sotme, jo vetëm në bulevardin Dëshmorët e Kombit, pra në ambienteve të kryeministrisë, por edhe në disa prej institucioneve kyçe, siç është Kuvendi, siç është Ministria e Infrastrukturës, siç është Ministria e Punëve të Brendshme, por natyrisht edhe selia e Partisë Socialiste, pasi edhe kjo e fundit e ka patur, pra kanë zbritur në terren edhe pra godinës së socialistëve efektiv të policisë, pra pasi ka, siç ka pohuar edhe vetë policia e shtetit, ka informacione ose ka indicje se do të ketë marshim kundrejt këtyre institucioneve kyçe, dhe për të siguruar, pra siç e theksova edhe më herët, sigurinë publike, policia ka marrë të gjitha masat për të zbritur në terren dhe për mbarvajtjen sa më të sigurt të këtij tubimi. Jonida, protesta nuk e nisur ende, por siç e the edhe ti, ka nisur të grumbullohen qytetarit pjesëmarrës në këtë protestë. Por nga ajo që ti shikon, a ka pjesëmarrje më të lartë krahasuar me 3 protestat e mëparshme? Në fakt janë, po themi, minutat e para që zyrtarisht ka nisur krye protestë. Natyrisht do duhet të presim edhe pak minuta më vonë, pra për të kuptuar se si është pjesëmarrja në këtë protestë dhe për të bërë një krahasim. Deri në këtë moment duhet theksuar se me qindra qytetar pra janë bashkuar thirrjes së opozitës për të protestuar ditën e sotme në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Zakonisht, Sara, ashtu siç e kemi parë edhe në protesta, por edhe në tubime të tjera, janë të shpërndar pra protestuesit. Një pjesë kanë bërritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit, një pjesë tjetër e protestuesve janë jashtë ambienteve të selisë Partisë Demokratike për të bërë në këtë mënyrë atë marshimin tradit të zotit Berisha nga selia e Partisë Demokratike për të mbërritur në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Natyrisht minutat, por edhe orët në vijim do të kemi mundësi të flasim më tepër për sa i përket pjesëmarrjes në këtë protestë ditën e sotme, por edhe për të bërë një krahasim me protestat, me 3 protestat e tjera që janë mbajtur më herët për sa i përket këtij viti. E qartë, Jonida, të falenderoj.